Големите проблеми што се околу нас ме мотивираат да преземам различни активности без разлика на која сфера. Ако има некоја неправда, јас чувствувам дека треба да реагирам. Јас сум Рита Беадини, другите ме познаат како активистка, бидејќи преземам акции за решавање на проблемите кои се околу нас. Проблемот ме даја që ne i kemi pa gjatë këtyre aksioneve që ndodhin vazhdimisht, ajo më e madhe do kisha thënë është dhuna që nuk raportohet, fatkeqësisht këtu në Maqedoninë e Veriut. Gjithashtu problem tjetër është edhe prona, ajo pjesa që gratë heqin dorë nga prona dhe pastaj kjo është një zinxhir që çon deri në probleme të tjera të njëpasnjëshme edhe tek dhuna edhe tek mosraportimi i dhunës. Pastaj fillova unë në një mënyrë pak më ndryshe për të aktivizuar edhe lokalet dhe kafenet dhe librarit në qytetin e Tetovës, që të mund gjithë së bashku të ndihmojnë fëmijëve në nevojë që t'i kompletojnë çantat e tyre për shtatorin këtë botë që filloi vitin shkollor. Ndërkohë që u mblodhen mjaft materiale, interesimi ishte shumë i madh, më i madh se që unë e prisja, dhe u mbushën gjithsej 145 çanta plot. Duhet patjetër kur ndërmerrni një aksion të dini sakt se çfarë është problemi edhe kujt doni të drejtoheni. Duhet gjithmonë të kemi parasysh që të mos ofendojmë dikë, që të mos fajsojmë dikë që ndoshta nuk është fajtor, të jemi të qartë në atë që ne bëjmë dhe gjithmonë duhet të jemi kreativ për të pasur sukses një aksion geril. Do mladите vi сака да испратам порака дека треба да го кренат гласот и за најмалите проблеми што ги чувствуваат. Но имам порака и до институциите, кога ги слушаат тие гласови, да реагираат и да не се прават глуви.